Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë bashkarisht dhe për të sjellur pranë jush një moment shumë të bukur që ka ndodhur mes Eltoni Lirianit edhe Mimoza Ahmetit. Ju tashmë e dini shumë bukur që Eltoni dhe Parashqevi Simaku kanë bërë një surprizë të bukur për Mimozën gjatë kohës kur Mimoza ishte pjesë e Ferma VIP. Ato kanë bërë një dhuratë interesante ku Eltoni dhe Parashqevia dërguan një dron në mbështetje të këtij fenomeni. Eltoni, gjatë kohës tani që është në Tiranë, ka bërë një vizitë, një moment, le ta themi, takimi me Mimoza Ahmetin, ku edhe ka ndarë një bashkëbisedim me Parashqevi Simakun. Eltoni shprehën, domethënë tregon momentet e para në fakt se si ka vajtur takimi me Mimozën dhe çfarë ka ndodhur. Ndiqni videot në vazhdim. Prova 3-4. Shikoni kush është këtu. Jo vetëm e zgjuar, inteligjente, poete, artiste, por dhe shumë e bukur se bukuria është inteligencë. Apo ja. Je ne sais pas. Je ne parle pas français. Moi je parle un peu. Këtë video e kemi vetëm për Parashqevi Simakun. Parashqevi të përshafoj dhe shpresoj takohemi shpejt. Sot takova Mimoza Ahmetin edhe kuptova që më në fund shqiptarët ditën të zgjedhin një personalitet shumë dimensional, jo vetëm një artiste, por mbi të gjitha një njeri të jashtëzakonshëm, një njeri që vështirë të gjendet në të gjithë botën, jo me superlativa, jo me komplimenta, po është e vërtet. Dhe kam ngelur i surprizuar nga horizonti dhe nga bota e madhe, shumë planshe që ajo përfaqëson. Ishte një ditë e veçantë sepse edhe vetë Parashqevi Simaku i dërgoi urimet më të mira për fitoren edhe një vlerësim maksimal. Pra kam qenë dëshmitar i një vlerësimi që dy divat e padiskutueshme të Shqipërisë. Dhe po thoja që isha dëshmitar i një marrëdhënieje gati planetare mes dy divave të vetme shqiptare, pra i dy artisteve më të mëdhaja që kanë shqiptarët kudo, Mimoza Ahmeti dhe Parashqevi Simaku. Dhe jam shumë i kënaqur, jam shumë i lumtur, nuk ua shpjegoj dot emocionet, jam ona po i shpjegon vet këto emocione, nuk di. Do me thënë është nga ato momente të pakta ku unë vërtet ndihem krenar që kam origjinë shqiptare, që kam lindur në Shqipëri. Jam vërtet shumë i surprizuar nga shumë dimensioni që Mimoza Ahmeti dhe Parashqevi Simaku kanë. Nuk kam fjalë. Nga ato momente ku ti je pa fjalë, speechless, pa fjalë. Do me thënë, realisht Shqipëria është vendi çuditërave. Ka 1001 probleme, po ka edhe xhevaire. Xhevaire që janë këtu, kanë qenë këtu, ndoshta dhe janë haruar, por që një fenomen si Mimoza Ahmeti na jep kurajo të gjithëve që duhet vetëm pak forcë për të përballur. Për të përballur edhe në forma të reja. Dhe kjo të jep shpresë që Shqipëria dhe shqiptarët din të zgjedhin njerëzit e duhur dhe janë larg silikonit, larg vulgaritetit, në thelb.